Faleminderit Florian për këtë storje. Në çdo çast pritet që Tuna të arrijë kolegët e saj të mbledhur sonte me 1 janar 2014 vetëm për ju shikues të dashur të Privesh, që kjo natë jetë sa më e mirë dhe më arreshme për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur përmes ekraneve televizive. Të jesh i suksesshëm në një vend është goxha punë që vjen për kushtet. Por të jesh i suksesshëm edhe për te kufive, kërkojnë një mal të tërë me punë e gjithsesi edhe talent. Këto kohët e fundit shqiptarët në përbot se që dalin si këpurdat pas shiut. Secili prej tyre po e dëshmon mbeten në lëmin e tyre ashtu siç është më së miri, duke na bërë edhe neve të ndihemi krenar. Materiali që do e shohim tani ju sjell shqiptarët më të suksesshëm në botë, e kush është pjesë e kësaj liste i ndjekim vetëm pas pak. Shumë dekada më parë, ideja për të krijuar karrierë jashtë kufive mbetej vetëm një ëndër. Një dëshirë që kur të rritemi, të bëhemi si ata që shenim në televizionet ndërkombëtare. E kjo ëndër ka filluar të merr jetë. Shumë shqiptarë jo vetëm që kanë depërtuar në industrinë e huaj mediatike, por kanë arritur të klasifikohen të parët. Prive në vazhdim ju servon 10 personalitetet me origjinë shqiptare, të cilët kanë arritur vëmendjen më të madhe të publikut në mbar globin. Kombi ynë shquhet për shkrimtar të mirë e mjaft kreativ. Librat e tyre janë lexuar dhe akoma vazhdojnë të jenë në fokusin e lexuesit shqiptar, por jo vetëm. Përtej Oqeanit Atlantik vepron një tjetër shkrimtar me prejardhje shqiptare. Është ky Toni Perona, i cili gjatë vitet që lëm pas ka qenë subjekt i mediave në Amerikë për shkak të filmit të fundit, i cili do të vizualizohet edhe në film. Perona është zgjedhur si novelisti më i mirë në Amerikë nga Mystery Scene Magazine e në 2008 ka qenë finalist në kategorinë libri më i mirë i vitit në Indiana Book of the Year. Shkrimtari Toni Perona është i njohur për novelat Angel's Whisper, Saintly Remains, Racing Can Be Murder, The Final Major Prophecy. Populli ynë përpos shkrimeve simbolizohet edhe me forcë e guzim, emra këto që përshtaten shumë mirë me Majlinda Kelmendin. Emri i saj padyshim që është një sinonim i judos në trojet tona. Judisja shqiptare në mesin e vitit 2013 ka qenë më se e komentuar për fitoren e madhe në kampionatin botror që u mbajt në Rio de Janeiro. Majlinda Kelmendi is the world champion. Kelmendi u cilësua si një sportiste që ka shënuar histori, pasi që për herë të parë popullit të Kosovës i dhuroi medalje në artë në sportin e judos, duke dalë para krahas shumë judistëve të huaj. Fitoria e Majlindës në këtë garë u pasua me një johë në mediat e huaja, të cilat e përkranë suksesin e sportistes 22 vjeçare. Kelmendi është sportistja me më së shumti trofe në botën shqiptare e aktualisht ajo është duke u trajnuar për garat e ardhshme ndërkombëtare. What's going on? It's Mike Adam. This is your Eye Opener Music Beat. I'm hanging out with the guys of Midnight Red. What's going on? Një vit më parë kuptuam se në mediat amerikane një shqiptar po zhvillon një karrierë të bujshme, mirë po viti 2013 ishte i destinuar për suksesin e tij. I'm actually Albanian. No, you're not. Mike Adam, për ne u po e njohur fal intervistës që zhvilloi me Rita Orën, ku publikisht tregoi rënjët e tij. Our families would be they're from Korça, so Oh my god! Prezantuesi me prejardhje nga Korça, gjatë vitit që sapo lëm pas, arriti një rekord shikueshmërie me emisionet e tij. Selena Gomez, Kanye West, Florida, Fifth Harmony, Olly Murs janë vetëm disa nga emrat të cilët u pa në programet e shqiptarit Mike Adam gjatë vitit 2013. we got to get like a Drejt kontinentit amerikan me vetëm 8 vjet, nga Kosova u nis Fadil Berisha. Gjatë kohës kur ai mësonte fotografin, puna që ai bënte ishte tjetër. Berisha punoi në disa dyqane e butiqe në Amerikë e sot është fotografi zyrtar i Miss Universe dhe Miss USA.
Përveç këtyre kompeticioneve të bukurisë, Fadil Berisha është fotograf zyrtar i Rolex e përveç këtyre, puna e tij u pa në shumë kompani, si Avon, Bloomingdale's, Macy's, Nordstorm e shumë të tjera. Fotografitë e Fadil Berishës janë publikuar në revistat më prestigjioze të botës si Vogue, Elle, Allure, Cosmopolitan, Glamour, Harper's Bazaar, Marie Claire, 17, V, Vanity Fair, We, Esquire e GQ. Fadil Berisha ka realizuar sete fotografike për emra të mëdhenj të jetës publike në Amerikë, si Tyra Banks, Donald Trump, Russell Simmons, Bill Clinton, Roger Federer, Halle Berry, Snoop Dogg, Fergie, Jennifer Beals, Beverly Johnson, Robert Evans, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e shumë të tjerë. Gjatë 2013-ës, Fadil Berisha ka qenë fotograf në kampanjën e kompanisë Cherry Hill. Nga Amerika udhtojmë drejt Danimarkës. Në kryeqytetin e saj vepron një tjetër shqiptar i suksesshëm, emri të cilit është i lidhur ngushtë me ushqimin. I lindur në Kopenhag, por me prejardhje shqiptare, Rene Regjepi është një ndër emrat më të njohur jashtë kufive tonë. Ai shquhet si kuzhinieri më i mirë në botë, titull të cilin e mban që disa vite me radhë. Ka kohë që Rene ka hapur restoranin e tij në Danimark me emrin Noma. Restorant ky që është i njohur anë kënd botës për specialitetet e veçanta të Renes. Rene Regjepi numëron 10 çmime, ndërto si njëri ndër 100 personalitetet më me influencë në botë, e ndërsa restoranti i tij është zgjedhur 4 herë si më i mirë. Edhe pse ka pak kohë që është inkuadruar në tregun muzikor amerikan, ajo ka arritur suksese të mëdha. Përveç këngës The Monster, Bebe publikoi këngën Take Me Home me Cash Cash. Kjo këngë e radhiti artisten shqiptare në majet e klasifikimit në listat muzikore në Amerikë. Gjatë vjetorit, rjeti më i madh televiziv në botë ka publikuar një artikull për Bebe Rexhen, ku ndër të tjera shkruaj se kjo këngë e saj duhet patjetër të jetë pjesë e playlistave për festat e fundvitit. Viti 2013 ka qenë vetëm një fillim i mbar për kantautoren shqiptare, sepse siç ka deklaruar ajo, shpërthimin e saj do të mund ta shohim gjatë këtij viti. Jo shumë larg muzikës, në familjen e artit, një shqiptar u tregua mjaft i talentuar. Enver Gjokaj, një shqiptar mjaft i suksesshëm në kinematografinë amerikane. Emri i tij filloi të njehej me pjesëmarrjen e tij në serialin Dollhouse, krahas Eliza Dushkut për të vazhduar më pas me projekte tjera si në Dexter, Lie to Me, Just for Love e tjerë. Gjatë vitit 2013, Gjokaj u bë pjesë e shumë hit serialeve amerikane me shikueshmëri absolute në Amerikë. Gjatë nëntorit, ai u bë pjesë e kastit në serialin The Walking Dead në episodin Dead Weight, e cila grumbulloi plot 11.29 milion shikues në gjithë Amerikën. Enver Gjokaj ishte pjesë e serialeve Law and Order dhe Vegas, e për momentin është duke punuar në filmin Battling for Burton. Nuk u pa vetëm në industrinë muzikore, por edhe në fusha tjera, si në kinematografi, duke qenë pjesë e filmit Fast and Furious 6, krahas Vin Diesel dhe Paul Walker. Aktualisht, Rita Ora është pjesë e kastit të 50 Shades of Grey, e cila do të publikohet gjatë vitit 2015. Në arenën e modelingut, Ora ishte në top form duke u bërë imazhi kompanisë Material Girl të Madonës. Rita Ora nuk e la 2013-ën të ikte duar thatë. Ajo rëmbeu disa çmime si solo artistja më e mirë në Britani, si dhe muzicientja e vitit. Talenti i tij shihet në fushën e blertë. Emri i tij është i njohur për të gjitha dhuruesit e futbollit anë e Banglobit, e sidomos pasi që Bayern Munich fitoi Champions League. Është pjesë e skuadrës më të suksesshme për vitin që lën pas, në të cilën shqiptari Gjerdan Shaqiri edhe një herë tregoi aftësitë e tij prej futbollisti.
Karrierën e tij për kategorinë e senjorëve e filloi në vitin 2007 në klubin e Bazellit. Shaqiri u zgjodh edhe si mashkulli i vitit 2013 nga revista me renome ndërkombëtare GQ, e po ashtu është futbollisti shqiptar që numëron më së shumti trofe. Aktualisht Gjerdan Shaqiri është shënjesër e klubeve angleze si Liverpool e Arsenal, të cilat pretendojnë për ta rrëmbyer futbollistin shqiptar në ekipet e tyre. Kam një shipe që këndon për yll me gjak shqiptari. Përveç parullave, për të u thurën edhe këngë. Kuqezi me dveshi pari, kuqezi me dveshi pari. Me pak muaj në jetën publike, 18 vjeçari ka arritur të jetë kryefjali i shtypit në gjithë Britaninë. Lajmi që bëri buj ishte një lidhje e mundshme futbollistit me këngëtarin Tullisa. E para pak ditësh, Daily Mail i kushtoi një artikull për sukseset e tij, madje u krahasua me yllin portugez Cristiano Ronaldo. Këto janë vetëm 10 nga emrat më të suksesshëm të shqiptarëve që karrierën e tyre e zhvillojnë jashtë kufive të trojeve shqiptare. Sa do të ketë prurje të reja në vitin që sapo hym, mbetet të shihet.